respekt edhe debatit edhe kretve, po nuk jam oportunist në politikë. Unë jam njëri për jetënë që besoj kryeministër bash vetëm me votat qytetare. Nuk jam kryeministër i tavolinave edhe nuk jam eksponent i tavolinave. Nëse ju e kujtoni eventualisht kur emni jem ka hyrë në organe i pasgjedhun, ma thoni vetëm një rast për 35 vjetë edhe 25 vjetë Kosovës Lirë. Unë s'kom pranu kur me shku i pasgjedhun dikon. Nuk shkoj sonde, po jaftem, Zoti Zemaj, për kundër respektit, ka debatu pram dhe është shok i mirë, koleg i mirë, por formula e qeverisë kalimtare nga ne nuk është vendos në asnjë parim që ka mojt ose ka përjashtu lidert, që ka bo agend një anshëm ose nuk ka bo. Ne kemi thonë, ulemi bisedojmë për agendën që është... Agenda është me aron, agenda është shumë aron. Zoti Kurti do të me zbardh agendën. Nëse jo Zoti Kurti, zonja Osmani Sadriu si presidente do të me zbardh agendën. Cëdo është agenda që po kërkot që 2 vjetë në Kosovës po punohet. Cëdo është formati, këta kanë më ullë. Ne kemi ftu më taku në një parim, ne kemi besu që Kuvendi Republikës ka më kanë vendi ku takojnë lidert, me ftesën e LDK-s, adini që kërkesa për liderve ka arë që të presidentja më organizu. Nuk është presidentja që i ka thirë lidert. Lidert kanë kërku të presidentja me shku më taku. Për jo i LDK-s. Zonja presidente ka hy në këtë ftes me kërkesën e liderëve të partive politike dhe ka afru zyrën e vetë edhe rolin e vetë këtë agendë. LDK-ja është e hapur një qeveri kalimtare, edhe njerë për të me agendë,